Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion special të emisionit Ekspres. Kam mundësinë sot të intervistoj kryetaren e Parlamentit të Bullgarisë, zonjën Natalia Kiselova, e cila ndodhet për një vizitë zyrtare në Shqipëri. Faleminderit që pranuat ftesën për të dhënë këtë intervistë për Radio Televizionin Shqiptar. Si do t'i vlerësonit marrëdhëniet aktuale mes Bullgarisë dhe Shqipërisë dhe në cilat fusha ka potencial më të madh për thellim të bashkëpunimit? Благодаря за поканата да участвам във вашето предаване. Faleminderit për ftesën për të marrë pjesë në emisionin tuaj. Marrëdhëniet midis dy vendeve tona, Bullgarisë dhe Shqipërisë, i konsideroj në nivelin më të lartë. Ato janë të shkëlqyera dhe mendoj se nuk kemi çështje midis nesh që nuk mund të zgjidhen dhe diskutohen. Pra në të ardhmen, mund të zgjerojmë si dialogun politik, edhe më të fuqishëm, ashtu edhe bashkëpunimin në çdo fushë që është e përbashkët, për Ballkanin, kulturën, infrastrukturën, energjinë, turizmin, arsimin dhe natyrisht bashkëpunimin parlamentar, sepse unë jam kryetare e Kuvendit Popullor të Bullgarisë dhe një pjesë e bashkëpunimit midis dy vendeve tona është edhe diplomacia parlamentare. И част от сътрудничеството между нашите две страни е и парламентарната дипломация. Si do t'i vlerësonit se cili është roli i diplomacisë parlamentare në forcimin e lidhjeve mes dy vendeve tona? Мисля, че е голяма и се надявам. Mendoj se është i madh dhe shpresoj që bashkëpunimi midis dy parlamenteve tona të jetë edhe më i ngushtë dhe i fuqishëm, sepse 2 javë më parë ne krijuam grupet e miqësisë në Kuvendin Popullor dhe grupi i miqësisë me Shqipërinë është një nga më të mëdhenjt me 30 deputet. Kryetari i këtij grupi është bashkë me mua në delegacionin që viziton vendin tuaj. След като посещаваме вашата страна. A ekziston ndonjë iniciativë konkrete mes dy parlamenteve për shkëmbim përvojash apo për bashkëpunim të drejtë për drejtë? В момента няма, защото Për momentin jo, sepse antarët e kuvendit ton u zgjodhën në fund të vitit të kaluar. Presim dhe fillimin e punës së parlamentit tuaj të ri, me deputetët e zgjedhur para një muaji, për të filluar një veprimtari më të gjerë të përbashkët. Mendoj se integrimi evropian, si dhe procesi ligjvënës në fusha të veçanta, mund të jenë në fokus të punës sonë të përbashkët. Natyrisht, marrëdhëniet e mira midis dy vendeve ndihmojnë edhe për një dialog të mirë midis parlamenteve. Спомагат и за добрия диалог между парламентите. Si shihni rolin e minoritetit bullgar në Shqipëri në ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes dy vendeve? Първо искам да изразя признателността. Së pari dua të shpreh mirënjohjen e shtetit bullgar për faktin që me ligj u njoh pakica bullgare në vendin tuaj dhe të shpreh mirënjohjen e të gjithë qytetarëve bullgar, sepse ky është një gjest që ne vlerësojmë shumë lart. Pakica jon nuk është vetëm një urë e gjallë dhe e qëndrueshme midis dy vendeve tona, por është edhe një mundësi për të pasur një të ardhme të përbashkët në kuadër të Bashkimit Evropian. Dhe ne presim që ju të jeni një pjesë e pandar e integrimit evropian. Неразделна част от европейската интеграция. Bullgaria është mbështetëse e qartë e procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mendoni se kjo mbështetje do të vazhdojë edhe në fazat më të ndjeshme, siç janë tashmë negociatat sektoriale? Мисля, че няма да има български. Mendoj se nuk do të ketë burr shteti bullgar që të thotë se nuk mbështet integrimin e plot të vendit tuaj në Bashkimin Evropian. Nga këndvështrimi i Kuvendit Popullor bullgar mund të them se po. Ne kategorikisht mbështesim integrimin tuaj dhe me të gjitha mjetet parlamentare që disponon parlamenti, do të përpiqemi t'ju ndihmojmë në procesin e integrimit, i cili në disa raste mund të sjellë vështirësi dhe pengesa. Përsa i përket politikave sektoriale, në dialogun midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ku natyrisht merr pjesë edhe shteti bullgar, ju gjithmonë do të keni mbështetjen tonë, sepse për ne, integrimi i Ballkanit është një çështje kyçe, një çështje që garanton një të ardhme të përbashkët për Ballkanin. Който гарантира едно съвместно бъдеще на Балканите. Cilat janë sipas jush sfidat kryesore që Shqipëria duhet të kapërcejë për ta përshpejtuar rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian? Според мен първото предизвикателство е съзнанието, че
Sipas mendimit tim, sfida e parë është vetëdia se përpjekjet nuk përfundojnë në momentin kur vendi bëhet antar i plot. Përkundrazi, përpjekjet vazhdojnë edhe pasi vendi është tashmë pjesë e Bashkimit Evropian. Поради тая причина Për këtë arsye, roli i administratës, vazhdimësia në rastet kur njerëzit në pozicione të caktuara ndryshohen, janë shumë të rëndësishëm në mënyrë që rrugëtimi të vazhdojë pa pengesa. избран да бъде поддържан. И нещо, което ми струва Edhe diçka që më duket e rëndësishme, nga pozicioni i një profesoreshe universitare, mund të pohoj se ne bëm shumë përpjekje në mënyrë që e drejta e Bashkimit Evropian të hynte sa më shpejt në kurrikulat e degëve të ndryshme universitare, me qëllim që studentët që janë punonjësit e ardhshëm të administratës dhe politikanët e ardhshëm развива, за да може të kenë një model mendimi që Bashkimi Evropian është pjesë e jona dhe jo diçka jashtë nesh, me të cilën duhet të përshtatemi, të mësohen sa më shpejt me idenë se marrim pjesë në procesin e vendimarrjes. извън нас, с което трябва да се съобразяваме. Ние участваме в процеса на вземане на решения. A mund na tregoni se cilat mësime nga rruga e Bullgarisë drejt Bashkimit Evropian mund të jenë të vlefshme edhe për Shqipërinë? На първо място, в определени случаи се налага денонощна работа. Së pari, në disa raste, nevojitej punë 24 orëshe dhe motivimi i punonjësve të ministrive të ndryshme, i ekspertëve në Kuvendin Popullor, Събрание или пък на самите народни представители. dhe i vetë deputetëve ishte me rëndësi të madhe për të respektuar afatet, sepse në disa raste ja dilnim në momentin e fundit. Së dyti, diçka që na ndihmoi shumë. На следващо място нещо, което също много... Ne kishim kontakte shumë serioze me vendet e Evropës qendrore, të cilat kishin filluar procesin e integrimit para nesh, dhe në këtë mënyrë mësuam nga gabimet e tyre. Почнали интеграционния процес и по този начин... Aty ku mund t'ju jemi të dobishëm, shpresoj se kur të na drejtoheni, do të jemi gjithmonë të gatshëm се надявам dhe do të përpiqemi t'ju ndihmojmë që të shmangni gabimet që ne bëm, стараем да ви съдействаме, за да избегнем pra që gjërat të bëhen në kohë. нещата да се вършат на време. Si mund të ndihmojë Bullgaria konkretisht në rritjen e kapaciteteve teknike dhe administrative të Shqipërisë në përmbushjen e kritereve të antarësimit? Има различни възможности, чрез които можем да ви съдействаме, разбира се. Ka mundësi të ndryshme përmes të cilave mund t'ju ndihmojmë. Natyrisht, diplomacia bullgare do të jetë e gatshme. Mund të shkëmbejmë vizita të delegacioneve parlamentare për të parë se si jemi përballur ne. Разбира се, от страна на изпълнителната власт, предполагам, че ще... Gjithashtu, nga ana e pushtetit ekzekutiv, supozoj se do të ketë mundësi bashkëpunimi. Тъй като министър-председателят ни беше председател на... Kryeministri ynë, i cili vitin e kaluar ishte kryetari i parlamentit, vizitoi në vitin 2024 vendin tuaj me ftesë të kryetares së atëhershme të kuvendit. През 2024 година Dhe jo më pak e rëndësishme, qytetarët gjithashtu janë pjesë e mundësive për të kapërcyer vështirësitë. част от възможностите за преодоляване. Meqense ka vullnet politik nga ana e Shqipërisë, mendoj se do të arrini të përballoni të gjitha sfidat. Да се справите с всички предизвикателства. A besoni se Bashkimi Evropian duhet të jetë më proaktiv në integrimin e Ballkanit perëndimor, duke marrë parasysh rreziqet e ndërhyrjes së aktorëve të tretë në këtë proces? Европейския съюз Nga njëra anë, Bashkimi Evropian përbëhet nga të gjitha vendet me interesat e tyre, и то е общи ценности. por nga ana tjetër, është edhe një bashkësi vlerash të përbashkëta. Dhe duke qenë se ne e shohim Bashkimin Evropian si një mundësi që të gjitha vendet e Ballkanit të jenë pjesë e tij, në vitin 2018, presidenca bullgare e Këshillit të Bashkimit Evropian От тогава arriti të përqendrojë vëmendjen e bashkimit mbi rajonin, që atëherë, në të gjitha takimet tona pavarësisht se cili vend kryeson Këshillin, след 1 юли ще бъде Дания. aktualisht është Polonia, pas një korriku do të jetë Danimarka, ne ngrem çështjen se Ballkani duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. На Копенхагенските. Por çdo vend duhet të përmbush kriteret e Kopenhagës dhe të vlerësohet sipas përpjekjeve të veta. Për këtë arsye, ne besojmë se kur një vend i ka përmbushur kushtet, është i mirëpritur. Тя е добре дошла.
Si vlerësoni nismën e procesit Berlinit dhe mendoni se kjo nismë po jep rezultatet e pritshme në integrimin rajonal në Bashkimin Evropian? Оценяваме високо усилията Ne vlerësojmë lart përpjekjet e Shqipërisë si kryesuese dhe si pjesëmarrëse dhe mendojmë se më e mira për rajonin është që të gjitha vendet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Всички държави да бъдат част от Nuk mendoj se ka një garanci më të mirë se anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe NATO për paqe dhe stabilitet në rajon. НАТО за мир и за стабилност. Dhe për këtë arsye, ne bëjmë të gjitha përpjekjet e mundshme И по тая причина полагаме всички nga ana bullgare që vendet të jenë pjesë e këtyre dy organizatave. страните да бъдат част от тези две организации. A duhet ketë një afat të qartë për anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian sipas Bullgarisë? Нашето желание е колкото се може по-скоро всички страни да станат част. Dëshira jonë është që të gjitha vendet të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Е въпрос, който Por çështja e horizontit kohor varet si nga Bashkimi Evropian, pra nga ata që negociojnë në emër të tij, ashtu edhe nga vendi kandidat. Нашето разбиране, когато предстоеше да станем, Kur ne ishim në prag të anëtarësimit, dëshira jonë ishte që sa më shpejt të arrinim të nënshkruanim marrëveshjen e anëtarësimit. Më pas, diplomacia jonë punoi për 2 vjet për ratifikimin e marrëveshjeve. усилията да бъдат ратифицирани споразуменията. Въпросът е, че във всяка Çështja është se në çdo vend, atëherë anëtarët ishin më pak. Tani jemi 27. Faktorët e brendshëm mund të rezultojnë pengesa të papritura për ratifikimin e marrëveshjes së anëtarësimit. на договора за присъединяване. Така че Pra, me çdo gjë që mundemi, ne do të ndihmojmë për një ratifikim sa më të shpejtë dhe për mbylljen e kapitujve. ратифициране и затваряне на главите преди това. Por ju duhet të vendosni një horizont të mundshëm Обозрим хоризонт, dhe të mbarni vullnetin politik në këtë drejtim. воля в тази посока. Megjithatë, integrimi nuk është kaq i lehtë sa duket. Dalin çështjet papritura, siç është për shembull ajo e marrëdhënieve Bullgari-Maqedoni e Veriut, që ka ndikuar jo pak në ecurinë e integrimit rajonal. Shihni se ka një rrugë dalje të pranueshme për të dy palët? Република Северна Македония е наш съсед и Republika e Maqedonisë së Veriut është fqinja jonë dhe ne ishim të parët që njohëm pavarësinë e saj pas ndarjes nga shteti Jugosllav. и през тези повече от 30 години продължаваме да поддържаме разбиране. Gjatë më shumë se 30 viteve, ne vazhdojmë të mbështesim idenë që Republika e Maqedonisë së Veriut është pjesë së ardhmes sonë të përbashkët evropiane. 17-та година на Илинден беше сключен договор за приятелство и Në vitin 2017, u nënshkrua Traktati i Miqësisë dhe Fqinjësisë së Mirë dhe bazuar në të, në vitin 2022, u arrit një konsensus evropian, një marrëveshje midis Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut për integrimin e tyre. интеграция. От тогава обаче, за съжаление, от страна на Që nga ajo kohë, për fat të keq, fqinjët tanë nuk përparojnë, sepse nuk e ndjekin rrugën që rrjedh nga marrëveshja e ratifikuar nga parlamenti i tyre. който ратифицираха в тяхното Народно събрание, за да може Përpjekjet tona janë që marrëveshja e nënshkruar midis Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut të zbatohet në mënyrë që të nisi negociatat. съюз и Република Северна Македония да бъде изпълнен. Nga ana jonë nuk ka pretendime. Nga ana jonë ka një dorë të shtrirë dhe presim që politikanët e tyre të përmbushin angazhimet, И очакваме техните sepse traktatet nënshkruhen midis shteteve, jo midis qeverive. Dhe nga të dy anët e kufirit, qeverit ndrohen, и от двете страни на граница. por qëllimet tona të përbashkëta mbeten. Общите ни цели остават. A mund të luajë Shqipëria një rol ndërmjetësuesi mes palëve për shkak edhe të faktorit shqiptar shtetformues të Maqedonisë e Veriut për të zbutur tensionet në këtë drejtim? Разбира се, че е възможно да подпомагате диалога, но Natyrisht është e mundur që ju të mbështetni dialogun, por problemet nuk janë midis Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ato janë midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, për sa i përket zbatimit të angazhimeve të marra në vitin 2022. Аз считам, че разума ще наделее от тяхна страна във всеки един момент. Unë mendoj se arsyeja do të mbizotëroj nga ana e tyre,
Në çdo moment, ne jemi të hapur ndaj tyre. Shembull për këtë është rasti me incidentin e pakëndshëm në qytetin e Koçanit. За да може да бъдат спасени повече хора вследствие на Kur mjekët e parë që mbërritën për të ndihmuar në shpëtimin e sa më shumë njerëzve pas zjarrit të tmerrshëm, ishin mjekët bullgar dhe të gjithë ata që u trajtuan në Bullgari, fal Zotit, u kthyen të gjallë dhe të shëndetshëm. Проблем да има възможности за Pra, po gjithmonë është mirë kur ka mundësi për më shumë bashkëpunim. Dhe duke qenë se tani do të marrim nga ju kryesimin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore, в Югоизточна Европа. Kolegët nga Republika e Maqedonisë së Veriut janë gjithashtu pjesë e nismave që do të organizojmë bashkarisht. От инициативите, които съвместно ще организираме. Si mund të evitohen keqkuptimet identitare në rajon pa penguar procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian? Аз мисля, че има един единствен начин и то е да гледаме. Mendoj se ka vetëm një rrugë, dhe ajo është të shohim përpara, jo të ecim gjithmonë të kthyer pas drejt së kaluarës. Ballkani për fat të keq prodhon më shumë histori se sa ndonjëherë mund të përballojë. Dhe ideja se duhet të jetojmë në paqe dhe stabilitet do të mbyzotërojë në çdo një nga shtetet dhe në elitën e tyre politike. И в техния политически елит. Si ka ndikuar lufta në Ukrainë në politikën e jashtme të Bullgarisë dhe në perceptimin e sigurisë në Ballkan? У нас войната, за съжаление, Lufta për fat të keq është faktor destabilizues. Ekziston një qëndrim i përbashkët evropian se lufta duhet të ndalet dhe mendoj se është pozicioni më i mirë që mund të mbajmë aktualisht. Diplomacia bullgare mbështet përpjekjet e Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Pra synimi i politikës sonë të jashtme është për krahja e paqes dhe stabilitetit në Evropë. Për fat të keq, momentalisht, ne nuk mund të parandalojmë vdekjen e njerëzve të pafajshëm, por shpresojmë se përpjekjet e Bashkimit Evropian do të japin rezultate në muajt e ardhshëm. Ekziston shqetësimi se pasiguria prej luftës në lindjet e Europës mund të reflektonte destabilitetet në Ballkanin Perëndimor? Това не бива да се изключва. Kjo nuk duhet përjashtuar, por ajo që mund të them është se vendi juaj është një faktor stabiliteti në rajon. Разчитаме на вашата водеща роля. Dhe ne mbështetemi në rolin tuaj prirës, si në NATO, ashtu edhe në forcat shumë kombëshe në Kosovë. Pra, me përpjekje të përbashkëta. Shpresoj që kjo të mos ndodhë dhe të mbetet vetëm një parashikim i mundshëm i keq. Евентуална прогноза. Si e vlerësoni rolin e Shqipërisë si vend antar i NATO-s dhe kontributin e saj në sigurinë rajonale? Вашата страна е стабилна. Vendi juaj është i qëndrueshëm si në planin e brendshëm politik, ashtu edhe si faktor në rajon. Dhe mendoj se kjo shihet jo vetëm nga pala bullgare, por edhe nga të gjitha vendet e tjera në Evropë dhe NATO. Kështu që ne mbështetemi tek ju që të vazhdoni të jeni një faktor stabiliteti. Dhe dua t'ju falenderoj që jeni pjesë e këtyre përpjekjeve, sepse është e qartë se bota aktualisht po riorganizohet. Тези усилия, защото се вижда, че света в момента се преподрежда. A duhet forcohet bashkëpunimi në mbrojtje mes vendeve të Ballkanit si një mënyrë për të përballur kërcënimet e përbashkëta? Този разговор започна в Kjo bisedë fillon brenda kornizës së Bashkimit Evropian dhe bindja jonë është se edhe me ndihmën e NATO-s do të gjejmë opsionet më të mira për mbrojtjen evropiane në të ardhmen. Meqense tani kemi programe që do ndihmojnë vendet të rrisin kapacitetin e tyre mbrojtës. Nuk jam e bindur se format rajonale do të ishin mjaft të suksesshme. Të jemi pjesë e organizatave të përbashkëta është qasja më e mirë. Do të doja të shprehja mirënjohje të veçantë për faktin se Shqipëria ishte vendi i parë që dërgoi një kontingjent ushtarak në grupin shumë kombësh të batalionit të vendosur në territorin e Bullgarisë. Cili është vizioni juaj për të ardhmen e rajonit tonë brenda familjes europiane në 10 vitet e ardhshme? Ако трябва да се върна на българското. Nëse do të më duhet të kthehem te presidenca bullgare e Këshillit të Bashkimit Evropian në vitin 2018. Bindja jonë është se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, pa kufi, me lidhje të forta ekonomike, energjetike dhe transporti.
Jo të udhëtohet tetor me makinë midis Sofjes dhe Tiranës, por të ketë fluturime direkte, të ketë bashkëpunim ndërkulturor. Ju jeni si të thuash zbulimi i vitit të kaluar për turizmin në Evropë. И очаквам съвместни Dhe pres nisma të përbashkëta kulturore, turistike, arsimore, një rajon që të kthehemi në një shembull të bashkëtesës dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. съжителство и междусъседски отношения. Dhe së fundi, çfarë mesazhi keni për qytetarët shqiptarë që presin me shpresë integrimin evropian? Ние бяхме проевропейски настроени, когато започвахме преговорите. Имаше трудности. Ne ishim pro-evropian kur filluam negociatat. Pati vështirësi, por mendoj se përpjekjet ja vlejtën, sepse sot si njerëzit e biznesit, ashtu edhe të rinjt, e vlerësojnë avantazhin e antarësimit të plot. Dhe e kemi hapin e fundit përpara nesh për të përfunduar plotësisht integrimin evropian. Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, të fillojmë të përdorim euron. Shpresoj që ky proces të jetë më i shkurtër për ju. Надявам се при вас този процес да е малко по-кратък. Zonja Kiselova, faleminderit që gjetët kohën për këtë intervistë për Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit. Благодаря ви и аз. Ishte Ekspres edhe për ditën e sotme, bashkë më ju takofshim.